Të nderuar teleshikues, selamu alaikum, mirë se takohemi dhe sonte së bashku në emisionin e Drejt për Drejt, ku do të trajtojmë një temë tjetër, ndërsa në shoqëri me mua është Hoxha Lukman Hoxha, të cilit unë i dëshiroj mirëseardhje. Hoxha, selamu alaikum, mirë se erdhët. Aleikum selam, mirë se u gjej, përshëndes juve dhe gjithë shikuesit që na ndjek. Atëherë Hoxha, për sot kemi vendosur që të flasim për gabimet që ndodhin gjatë agjërimit. Çfarë gabime mund të bëjë njeriu gjatë agjërimit, sepse ka ndonjëherë më dyshjet njeriu mendon se është duke agjëruar, në fakt nuk është duke bërë agjërimin, edhe në anën tjetër mendon se ka prishur agjërimin, por në fakt nuk e ka prishur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e madhruar e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, salavatet dhe selamet, përshëndetjet tona qofshin për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Fillimisht duke qenë se ne jemi njerëz dhe natyrshmëria e njerëzve është që ata të gabojnë, të harrojnë, të mendojnë diçka që është e saktë dhe të gabojnë, ose të mendojnë që diçka është gabim ndërsa ajo mund të jetë e saktë. Dhe gjëra të ndryshme që i ndodhin njerëzve në Ramazan, kam përmbledhur disa gjëra për të cilat kisha dashur që tua tërheqi vërejtjen dhe të bëj disa këshilla rreth tyre besimtarëve që agjërojnë. Fillimisht themi se një prej gabimeve të mëdha që mund të ndodhë në trojet muslimane me rastin e hyrjes së muajit Ramazan është pakujdesia dhe neglizhenca që gjejmë të disa familje me rastin e ardhes së muajit Ramazan, sikurse po vjen një muaj i rëndomt, nuk ka asnjë përgatitje. Saqë vrejmë për shembull në natën e parë të Taravis, që në realitet nuk është ditë e agjërimit, që e nesërmja do të jetë ditë e agjërimit, vrejmë se xhamiat nuk janë të mbushura. Kjo tregon se ata nuk i kanë pritur Ramazanin në atë formë siç i ka hije. Pastaj presin ditën e ardhme të mbushen ato, që do thotë është një pakujdesim. Në anën tjetër edhe është e kundërta, që ka shumë familje që përgatiten për Ramazan, po përgatitet për anën fizike jo shpirtërore, duke bler ushqime, duke u bërë gati, duke përgatitur shtëpinë, duke bler aq shumë ushqime thuse do të vdesin nga uria. Që Ramazani nuk është muaj i dëfrimeve dhe ushqimeve dhe llojshmërisë, por është muaj i agjërimit dhe iftari duhet të bëhet në një formë të zakonshme normale. Gjithashtu prej gjërave që gabojnë agjëruesit, që shumë e rëndësishme është çështja e syfyrit. Sidomos në kohën tonë tanishme që syfyri është goxha herët dhe duke mos pasur mundësi që të zgjohen më vonë, atëherë ata e hajnë syfyrin për shembull në orat 11-12 dhe binë me fletë dhe e lajnë syfyrin. Ose të tjerët të rrinë deri në syfyr. Kjo është një gabim. Domethënë me lanë syfyrin ose me ngrënë syfyrin në orat 12 është një gabim për arsye se syfyri përfundon rreth orës 3 e disa minuta. Që do thotë 3 orë më herët. Andaj të tillët atëherë të mos na ankohen neve të thonë se shumë po na bën me agjëru 18 orë, 15 orë, sepse ata vet po e zgjasin kohën e agjërimit. Për duke shtuar kësaj, domethënë që atyre u humbet bereqeti i syfyrit, për cilën ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që të bëni syfyr sepse në syfyr ka begati, ka bereqet. Një gabim tjetër që mund të ndodhë në syfyr, ndoshta në trojet tona më pak është evidente, është çështja se kur thirret ezani i sabahut, në atë moment duhet të ndërprehet ushqimi apo pija. Megjithëse te ne zakonisht koha e imsakut është një periudhë goxha e mirë para ezanit, mirë por në disa vende, ashtu siç është e drejta, ezani i sabahut tregon përfundimin e syfyrit, ose përfundimi i syfyrit tregon kohën e hyrjes së sabahut. Edhe ata të cilët janë duke ngrënë duhet ta ndërpresin dhe të mos e vazhdojnë ushqimin, se me fillimin e ezanit atëherë ka hyrë dita për të cilën duhet të agjërojnë. Gjatë ditës ju ndodh disa njerëzve që janë në udhtim.
dhe kthehen për udhëtimit duke qenë se në udhëtim e kanë prish agjerimin, apo kanë ndonjë pengesë, ndonjë sëmundje apo diçka me cilën janë detyruar të hajnë. Mirë po, kur kthehet për shembull udhëtari në vendin e tij, ose ai që ka qenë i sëmur i qetësohet për shembull stomaku ose ndonjë dhimbje, ai nuk duhet të vazhdojë ushqimin. Prej momentit që ai ka arritur në vend apo është qetësuar trupi i tij, duhet, edhe pse ajo ditë nuk i llogaritet ditë agjerimi, mirë po ai duhet të mbaj, të abstenoj prej ushqimit deri në kohën e iftarit. Domethënë ti shoqëroj familjen dhe rrethin e tij në agjerim. Edhe pse atë ditë ai duhet të kompenzojë. Mirë po prishja e tij agjerimit nuk do të thotë se ai është i lirë të hajë dhe të bëjë çdo doj, domethënë gjatë ditës. Duke qenë se gjatë agjerimit njeriu mund të harroj, sepse Ramazani është një muaj që përsëritet një herë në vit, e sidomos ata njerëz që nuk e kanë zakon të agjerojnë ndonjë të ejtë apo të hane apo ndonjë nafile, edhe harrojnë se janë në muajin e agjerimit, edhe gjatë ditës hajnë apo pinë nga harresa. Kjo nuk është problem. Ata domethënë nëse hajnë nga harresa apo pinë, Allahu Azza wa Jall ja ka llogarit agjerimin e plot dhe ata nuk kanë nevojë ta kompenzojnë. Por këtu është një çështje tjetër, ata që janë rreth tij dhe shohin duke ngrënë duke pirë. Çfarë të bëjnë? A duhet t'ja tërhekim vretin apo të thonë le të kënaqet ky masi pas ka harru? Jo, dietarët tregojnë se duhet t'ja tërhekim vretin, se ai është i lirë nga ana e Allahut për të ngrënë. Mirë po ne jemi të porositur për t'ja tërhekur vretin atij që gabon. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kur un harroj, ju më përkujtoni. Që do të thotë se në anën tonë na nuk duhet ta lajmë një njerëz i cili e shohim duke ngrënë apo pirë, se madje kjo është edhe një preventiv që njerëzit mos të arsyetohen ata që nuk agjerojnë duke thënë se kam nga harresa. Por le të jetë domethënë një vrejtje për të gjithë ata që e bëjnë këtë lloj gabimi. Ai që e bën me qëllim e ka normalisht mëkatin, ai që e bën me harresë nuk ka mëkat dhe agjerimi i tij është i plot, nuk ka nevojë për kompenzim. Një gjë që vlen të theksohet është çështja e fëmijëve. Shumë prindër nuk kujdesin për të mësuar fëmijët të agjerojnë. Madje ndoshta në kohën tonë edhe në vite të ndryshme, mosha madhore, mosha pjekurisë hynte disa fëmijë në moshë të hershme, ndoshta te vajzat në moshën 9 vjeçare apo 10, që në konstrukt ata doken të vogla, mirëpo fetarisht ata konsiderohen të afta për agjerim dhe për të përballuar gjitha obligimet e Allahut subhanahu wa taala, po ashtu edhe për djem. Se kjo praktik është edhe prej kohës sahabëve dhe tabeinëve. Tregojnë ata se ne i kemi mësuar fëmijët që të agjerojnë, edhe duke qenë të moshës së re, domethënë afër moshës madhore, dhe kur ata u rriteshin, ju bënim ndonjë lojë që ata të angazhoheshin me ata deri në kohën e iftarit. Edhe sot fëmijët mashallah domethënë lojrat e ndryshme që domethënë edhe kur janë agjerueshëm, edhe mi apru fëmijëve ushqimin ata të habitur nga loja domethënë e lajnë anash. E pse ti mos i mësojmë me agjerum. Prej gjërave që mund të mendojnë se e prishin agjerimin ose e dëmtojnë atë është çështja e larjes, sidomos në kohën e verës. Larja nuk e prish agjerimin, domethënë pastrimi fizik të freskuarit me ujë, të freskët nuk e prish agjerimin, as nuk e dobëson atë, madje ndoshta edhe mund të jetë i preferuar në këto kohë me vap. Po ashtu përdorimi i zbukurimeve nga ana për femrat, domethënë lyrja e syve, mbuzëve, lyrja e flokëve, gjitha këto nuk e cenojnë agjerimin as pak dhe nuk e dëmtojnë atë. Gjithashtu është një çështje që ndodh zakonisht te gratë përderisa ato përgatisin ushqimin, se kanë frikë se mos domethënë ta shijojnë ushqimin para iftarit për ta ditur sasinë e krypës apo ëmbëlsisë apo shijeve të ndryshme. Kanë frikë ta bëjnë këtë nga se mendojnë se i prishet agjerimi. Jo, dietarët kanë treguar se shijimi i ushqimit vetëm me majë të gjuhës sa për të vrejtur shijen e atij ushqimi dhe hedhja e asaj pshtyme nuk e prish agjerimin dhe nuk e dëmton atë. Andaj domethënë gratë, sidomos ato gratë të cilat kanë burra, të cilët domethënë kanë disponim të ndryshëm dhe duhet të kenë kujdes ndaj tyre, atëherë ato nuk e kanë problem domethënë që ta shijojnë ushqimin sepse nuk e prish. Këtu automatikisht hen edhe çështja e përdorimit të misfakut apo brushës së dhëmbëve në mëngjes apo edhe gjatë ditës. As pak nuk e prish agjerimin. Normal duhet të ketë kujdes që të mos përbihet diçka prej ujit apo pastës, se përndryshe do të prishej, por vetëm përdorimi i pastës
dhe brushës nuk e prish as pak agjërimin, sado që të ketë ajo aromë, sepse ajo është pjesë e jashtme e trupit. Prej gjërave që ndoshta mund të ketë bindje se prishin agjërimin apo nuk janë të lejuara gjatë muajit Ramazan është që burrat gjatë natës të kenë kontakte intime me gratë e tyre. Kjo as pak nuk e prish agjërimin, përkundrazi Allah subhanahu wa taala e ka theksuar me një tekst të veçantë se gjatë natës është lejuar për juve afrimi me gratë, sepse ato janë mbulesë për juve dhe ju jeni mbulesë për ato. Andaj domethënë afrimi dhe kontakti intim mes bashkëshortëve gjatë natës së muajit Ramazan nuk e dëmton as pak agjërimin. Normalisht kjo nëse përfundon domethënë para kohës së syfyrit. Përmendëm më herët çështjen se nëse dikush i vjen domethënë në ndonjë çështje që e pengon agjërimin dhe pastaj ajo çështje ndërprehet, ai duhet ta vazhdojë agjërimin. Në këtë rast hyn edhe gratë të cilat kanë cikël mujor. Nëse grave që kanë cikël mujor i përfundon domethënë cikli i menstruacioni para momentit të syfyrit. Dhe ajo fetarisht duhet që të pastrohet, të lahet. Dhe mendon se përderisa ajo të lahet, i kalon koha e syfyrit dhe e ka zënë imsaku duke qenë ajo e papastër. Kjo nuk e pengon agjërimin. Domethënë një grua e cila i kalon menstruacioni para syfyrit dhe ka mbet kohë të pastrohet apo të hajë syfyr, ajo duhet të hajë syfyr, sepse pastrimi mund të bëhet edhe pas hyrjes së kohës së namazit. E njëjta vlen edhe për mashkujt të cilët bëhen të papastër gjatë natës, domethënë le të hajnë ushqim, sepse larja, domethënë mos larja nuk e pengon fillimin e agjërimit. Larja mund të bëhet edhe pasi që të fillon ezani i sabahut. Këto ishin disa pika të ndryshme rreth gabimit. Hoq para se të kalojmë tek disa çështje të tjera, duhet të informoj shikuesit se mund të na kontaktoni në numrin e telefonit 045 49 4853, të cilin normalisht se e keni të shënuar poshtë ekraneve tuaja televizive, ndërsa ne mirëpresim telefonatat tuaja. Atëherë hoq duhet të ndalemi tek një çështje tjetër. Janë edhe disa gabime që bëhen në kohën e iftarit. A mund të më përmendni disa prej tyre? Po, sigurisht koha e iftarit është një kohë shumë e veçantë për të cilën besimtari shumë duhet të ketë kujdes. Dhe të njëjtën kohë janë disa gabime që mund të ndodhin tek agjëruesit, që do të ishte mirë të theksojmë që të evitojnë dhe të largohen nga to. Fillimisht mund të përmend si gabim pakujdesia ndaj kohës së iftarit me rastin e duas. Duke ditur se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë se 3 lutje nuk kthehen prap. Lutja e prindit për fëmijën, lutja e agjëruesit dhe lutja e udhëtarit. Dhe duke qenë se lutja e agjëruesit është prej lutjeve që pranohet, atëherë koha e iftarit është përfundimi i agjërimit. Dhe duke pas parasysh se çdo herë pas veprave të mira lutjet janë edhe domethënë pranimi i tyre është më i afërt nga ana e Allahut azza wa xal, atëherë duhet të shfrytëzohet që momenti i iftarit ose koha para iftarit dhe domethënë para se të thirret ezani i akşamit, që të shfrytëzohet në një qetësi, duke qenë të përulur para Allahut azza wa xal, duke kërkuar çdo gjë që na domethënë kërkon zemra dhe shpirti. Po, kjo është një çështje, pastaj do të kalojmë te një çështje tjetër, pranojmë një telefonat. Përshëndetje. Falem, Mirë. Përshëndetje. Po, ju dëgjojmë? Cila është pyetja juaj sot? Po, përshëndes hoxhën e nderuar. Faleminderit. Dhe gjithë besimtarët, gjithë agjëruesit. Desha hoxhës të nderuar t'ja bëj një pyetje. Po, patjetër, urnani. Thot pasi që pak më herë që lejohet që marrëdhëniet seksuale të bëhen mbas iftarit, atëherë nëse nuk ka ujë deri të nesërmen, a mund pastron të nesërmen dhe të dijen dhe të gjënin? Është shumë e qartë pyetja juaj, faleminderit që na telefonuat. Vallë shpërblet. Gjithashtu edhe juve. Atëherë hoxh vazhdojmë me aty ku mbetëm, pastaj gjithashtu pej gjërave që duhet të kehet kujdes gjatë iftarit është sidomos kur e dim se gjatë iftarit zakonisht gjatë muajit Ramazan ftohen familje të ndryshme, vizitohen mes tyre. Dhe i ftuari musafiri që vjen në iftar
është mirë që ta thotë lutjen për një koqirin, për mikpritsin, të cilën lutje pejgamberi, na prej traditës tonë ne kemi që t'i thuhet Zoti ju dhash bereqet, Zoti e shtoft e gjithë të mirat, por mirë është që të kemi kujdes ta themi edhe atë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka preferuar, duke thënë se bëfshin tek ju iftar agjëruesit, ngrënshin ushqimin tuaj njerëzit e mirë dhe u luteshin me laiket për juve. Ose të thuhet lutja tjetër që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pashtu e ka preferuar, duke thënë: O Zoti im, ushqej ata që na ushqejnë dhe jep ju për të pirë atyre që na japin, dhe o Zoti im, ju jep bereqet në atë që ju ke furnizuar, dhe o Zoti im, fali ata dhe mëshiroj. Këto janë lutje që janë praktikuar nga suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që është mirë që t'i ketë parasysh besimtari kur shkon dikon musafir. Normalisht ajo që është shumë e rëndësishme është shpejtimi i iftarit. Domethënë përgabimet që mund të ndodh është çështja se disa njerëz mendojnë se kur thret ezani i akşamit duhet që ta presin deri në fund e pastaj të hajnë iftar. Jo. Posa të fillon ezani i akşamit, duhet më një herë që të fillohet ngrënia e ndonjë hurme apo pirja e ujit apo ngrënia e ushqimit për iftar. Dhe përsëritja e ezanit nuk është pengesë. Domethënë duke ngrënë mund ta përsëritin ezanin bashkë me muezimin. Të pranojmë tani një telefonat tjetër, pastaj vazhdojmë me çështje tjera. Përshëndetje. Nuk ban me qitë hazve, se si me qitë një hazve, si një amelësi. Po e marrim gjysmën e pyetjes suaj, sepse gjysma tjetër shkojnë në regji. Si dhe qoftë dështoj kjo telefonat, atëherë hoqë vazhdojmë me çështjen tjetër. Për çështje që duhet të kemi parasysh gjatë muajit Ramazan, sidomos kohën e fundit të Ramazanit, që ndoshta edhe lidhet pak me këtë gjysmë pyetjen, është përgatitja për Bajram. Domethënë 10 ditë që i fundit është një 10 ditë shumë i vlefshëm. Dhe nuk duhet të na kaloj ajo duke bërë shopping për rrobat Bajramit, duke bërë baklave, ëmbëlsira, duke harruar ndoshta natën e 4 dikush, domethënë angazhohet me kësi gjëra duke u marrë me punë të dunjas, atë që ato momente janë shumë të vlefshme dhe duhet shumë të ketë besimtari kujdes që të mos i kalojnë pa përfituar nga to. Po, hoqë, keni edhe ndonjë çështje tjetër apo të kalojmë tek mund të kalojmë te pyetjet. Po, kemi një telefonat tjetër, po e marrim edhe një telefonat. Përshëndetje. Dështoj kjo telefonat, atëherë po i kthehemi pyetjes së parë. Thotë nëse bëjmë marrëdhënie intime, siç e thatë ju, në kohën në mes të iftarit dhe sefirit, por nëse nuk ka ujë për pastrim, atëherë si të veprojmë? Telefonatën e kemi në linjë. Përshëndetje. Jo përshëndet, shëndet kote. Faleminderit. Pata një pyetje, për shembull, unë agjeroj. Unë agjeroj edhe për shembull hongë dikush Ramia a gjina a ju. Nuk e kuptuam pyetjen, nëse ka mundësi edhe një herë ta përsërisni sepse po dëgjoj. Unë për shembull jam gjinushëm. E me hongër dikush para meje, a në gjuna, a one. E qartë, tashmë është pyetja juaj. Faleminderit që na telefonuat. Do të merrni përgjigjen pas pak. Atëherë hoqë, përgjigja e pyetjes së parë. Theksuam më herët se ata çifta bashkëshort të cilët kanë kontakte intime gjatë natës, domethënë prej kohës së iftarit, ata nuk e kanë për obligim, domethënë pasi të përfundon namazi yatsis normalisht, sepse duhet që të falen. Nuk është e obligueshme larja deri në kohën e namazit të sabat. Domethënë edhe nëse hyn namazi i sabat pas imsakut, pas fyrit, atëherë larja mund të bëhet edhe më vonë. Po, që do të thotë si përgjigje ndaj pyetjes se larja mund të bëhet edhe ditën e nesërme, në kuptimin që kur fillon dita e re. Mirë po, i themi këtij dhe gjithë atyre që na dëgjojnë se larja nuk duhet të shtyhet deri në ditë, domethënë kur del dita, për arsye se ka ikë koha e namazit. E larja, domethënë obligohet para se të falet namazi sabat, edhe pse ka hyrë koha e tij. Po, pranoj një telefonat tjetër. Përshëndetje. Po, përshëndet hoxha. Dhe dasha të bëj një pyetje. Patjetër. Kur fillon ezani e akşamit, a duhet më njëherë veç me prish iftarin edhe me fillu me bë namaz, apo më kry iftarin, pastaj namaz? Shumë e qartë është pyetja juaj. Faleminderit që na telefonuat. Faleminderit. Miropafshim. Po, hoxh, kalojmë tani tek pyetja e radhës, ishte është një lloj
sikur të bëjmë hallëve, sikur ndonjë ëmbëlsirë tjetër. Nuk ka ndonjë gjë të theksuar në fenë e Allahut për lloje të ëmbëlsirave. Hallëva është një traditë që ka mbetur prej kohëve më të lashta, tash ëmbëlsirat janë të lloj-llojshme. Domethënë hallëva si hallëve që përdoren në popullin tonë nuk ka ndonjë theks të veçantë se duhet bëhet apo ka ndonjë vlerë fetare. Por ajo bëhet si traditë, nuk ka problem të zaventsohet edhe ndonjë ëmbëlsirë tjetër. Po, të shohim se çfarë thot telefonata e radhës. Përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, cila është pyetja juaj për sot? Ju lutemi fillimisht largoni prej televizorit sepse po krijoni foni. Besta të thotë për shembull kur bes një njeri, është obliguar të bëhet hartë ato që janë ato për adetit. Nuk është obliguar. E qartë është pyetja juaj. Faleminderit që më telefonat. Atëherë hoxh, pyetja e radhës ishte kur agjeroj nëse dikush para me han diçka, a ka mëkatun apo ata? Është e udhës që të gjithë besimtarët të agjerojnë, por ajo që ndodh në përditshmërinë tonë është se shohim në një familje agjerues dhe ata që nuk agjerojnë. Nëse një agjerues, domethënë ballafaqohet me një person i cili nuk agjeron dhe han para tij, kjo nuk e dëmton as pak agjerimin e tij. Sa i përket a ka shpërblim apo jo, normalisht ai që han nuk ka kurfar shpërblimi, mëkati i tij është shumë i madh për arsye se ka shkel një ditë prej ditëve madhështore të muajit Ramazan. Ndërsa ai që është prezent aty nuk ka mëkat, përkundrazi mund të jetë shpërblimi i tij edhe më i madh për arsye se ai gjendet para një joshje dhe shejtani sigurisht i thot nuk ke edhe ti pengesë me prish dhe me shoqëru atë që qëndron afër tij, megjithatë ai qëndron dhe abstenon dhe me këtë shpresojmë që të ketë shpërblim edhe më të madh tek Allahu subhanahu wa taala. Po, kalojmë dhe pranojmë një telefonat tjetër. Përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum selam. Desha t'ja bëj një pyetje hoqës. Patjetër, vetëm. Gjatë ditës do të thotë aprishet Ramazanin nëse flajm deri në kohën e iftarit. Pa marr parasysh në fillon kohë. Është e qartë pyetja juaj. Faleminderit. Atëherë vazhdojmë hoxh me pyetjen e tjetër kur fillon ezani, ta prishim vetëm agjerimin dhe të falim namaz apo të vazhdojmë me darkën? E udhës është që siç thekëm më herët që posa të thirret ezani më një herë që të prishet agjerimi ose të bëhet iftar, domethënë me ujë apo me hurma. Pastaj atë vazhdohet me ushqim apo të falet namazi, po të kenë sabër, agjeruesit do të ishte më mirë që të faleshin. Ajo është më mirë për shëndetin, më mirë është për kohën, sepse e dim na fetarisht që koha e akşamit është shumë kohë e shkurtë. Për ata e vrejmë në vendet tona që edhe ezani i akşamit thirret në formë shumë të shpejtë. Domethënë duke pas parasysh se koha e akşamit është shumë e shkurtë. Po që se s'kan mundësi nga lodhja, duan që pak domethënë të ushqehen, munden me vazhdu me ndonjë supë e pastaj të falen për shembull. Po edhe nëse vazhdojnë ushqimin deri në fund e pastaj falen nuk prish punë. Më rëndësi është që koha mos të presin deri para namazit të yatsis, sepse koha e akşamit është shumë e shkurtë. Domethënë sa më shpejt që e falin akşamin është më mirë, jo të presin deri të hajnë çaj, ëmbëlsira e tjera. Po. Kjo është më rregull. Po. Pranojmë një tjetër telefonat. Përshëndetje. Alo, Mirdita. Mirdita. Ju përshëndes. Edhe ne ju përshëndesim juve. Ka një pyetje hoxhës. Patjetër. Kam qetë më pas shumë. E kam pa dhe në andër vitën duke falur. A bona veç me fast të bahun edhe akshamin apo 5 vakte? E qartë është pyetja juaj, faleminderit që na telefonuat. Po hoxh, kalojmë tek pyetja e radhës që bëri shikuesi, thotë kur vdes dikush është obligim të lexojmë hatme. Kur vdes dikush prej besimtarëve, lutim Allahun që ta fal atë dhe familjarëve të tij të ushtoj durimin dhe gajretin. Sa i përket veprimeve që duhet të bëj familja për të vdekurin dhe që u cek në këtë rast leximi i hatmës nuk është obligim kurrësi. Jo që nuk është obligim, pas që është i preferuar, sepse ne dimë që Kurani është i zbritur për të gjallët, për ta lexuar, për të vepruar me të. Ndërsa për të kënduar hatme, e sidomos për të obliguar ose porosit dikën që s'ka kurfar lidhje familjare me atë dhe duke ia bërë pagesën e Kuranit, kjo domethënë nuk ka kurfar bazë në fenë islame. Andaj fëmijët, familjarët e prindit, më së miri është që në vend se të bëjnë hatme apo ta paguajnë atë hatme,
ato të holla që i kanë përcaktuar të bëjnë një lëmosh, të ushqejnë ndonjë agjerues, të ndihmojnë ndonjë studenti apo çfarëdo vepre të mirë, ajo është shumë e dobishme për të vdekur se sa leximi i Kuranit, duke i shtuar kësaj dhe lutjen e vazhdimshme që duhet ta bëj ai fëmijë, ajo vajzë, ai biri atij personi që ka vdekur. Po, pranojmë tani një telefonat tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje. Fillimisht ju kërkoj që të largoni nga televizori. Po krijoni foni. Atëherë cila është pyetja juaj për sot? Dështoj hoq kjo telefonat. Kalojmë tek një pyetje tjetër, thotë gjatë ditës nëse flen e prish agjërimin. Nëse flen gjatë gjithë ditës. Gjumi, domethënë është një çështje që edhe kisha me cek, domethënë në këtë hyrjen time që e bëra, është pe gabimet që i bëjnë domethënë agjëruesit. Gjumi i tërë ditës, domethënë sigurisht se dëmton agjërimin shumë, sepse agjërimi është bërë që na ta ndjejmë urinë dhe etjen dhe lodhin, jo të jemi të pushueshëm. Nëse dita e agjërimit nuk dallon fare prej ditës së zakonit, atëherë çfarë është domethënë vlera e agjërimit? Por nëse flen gjatë një kohe të ditës, agjërimi është i saktë, domethënë nuk ka nevojë ta kompenzoj atë. Mirë po, shpërblimet e Allahut mund të jenë më të mangëta për shkak mos veprimit, sidomos nëse kalon edhe koha e namazit, atëherë ai agjërim sigurisht ka mangësi të mëdha. Por sa prishet, nuk prishet agjërimi. Po inkuadrojmë një telefonat tjetër, përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum selam. Fëga, deshta më të bëni një pyetje në lidhje me zëqofin. Në kohën e sotit, ku është mas mirë të me dhëmë në zëqofin? E qartë është pyetja ju, e falenderoj që na telefonat. Dikon tjetër, ku është mas mirë? Shumë e qartë është pyetja ju, falenderoj. Aleikum selam. Pyetja tjetër ishte hoq, kam dëshirë të falem, por mendoj të falem sabah akşam apo të gjitha namazet. Fillimisht, domethënë përgëzojmë këtë motrën e nderuar për dëshirën që ka shprehur për namaz, me që sot vërejmë se njerëzit jo që kanë dëshirë, po edhe ju rrejnë ata që falen. Është një hap i mirë drejt rrugës së Allahut subhanahu wa taala. Kjo motër e kisha këshilluar që të lexoj pak më shumë për vlerën e namazit dhe dëmet apo ndëshkimet që janë për mos faljen e namazit. Madje kjo pas ka parë edhe një ëndër që do thotë se është duke u preokupuar me këtë çështje. E sigurisht që namazi duhet të falet 5 kohët e tij. Domethënë ato janë farz prej Allahut, obligim që besimtari nuk duhet ta lejë asnjë kohë. Por nëse ka vështirë, ajo le të filloj me pak. Domethënë nuk mund t'i themi ose 5 kohët ose asnjë kohë. Le të filloj me 1 kohë, me 2, me sabah, me akşam, derisa Allahu t'ia hap zemrën deri t'i fal 5 kohët. Por le të insistoj, le të mundohet që t'i fal 5 kohët e namazit, le të gjej shoqe të cilat mund t'i ndihmojnë, le të merr broshura me të cilat e motivojnë për duke lexuar për vlerën e namazit dhe gratë besimtare si kanë qenë të kujdesshme ndaj namazit, e kjo do ta motivon. Që kur i paramendojnë të gjitha ato recatet, ndarjen e recateve, kanë pak problem. A do të ishte mirë sikur fillimisht të fillojnë vetëm me farzet, pastaj sigurisht. Domethënë bile tash është ndoshta nëse ju ka rënë në dorë është një farë fletushke që tregon për formën e namazit, mund të falet edhe me të përpara, domethënë duke lexuar dhe duke shkuar hap pas hapi. Dhe le të fal vetëm rekatet farz, të cilat janë normalisht më pak, derisa ta kuptoj formën e plotë të namazit dhe ta fal atë komplet. Domethënë le të shkojmë në një gradualitet që mos i duket e rënd si tërsi. Po, pyetja radhës ishte për zeqatin. Thotë ku ta japim zeqatin, ku është më së mirë dhe si jepet zeqati? Zekati është një obligim dhe është një prej 5 shtyllave kryesore mbi të cilat ngritet feja jonë, që është një obligim shumë i lanur anash. Është i lanur anash nga aspekti se shumë edhe nuk kanë mundësi, po edhe ata që kanë mundësi nuk kujdesen për këtë obligim, rëndësia të cilit është shumë e madhe, fillimisht duke zbatu urdhrin e Allahut dhe duke shprehur respekt ndaj urdhrit të tij, plus dobia e saj që është në shoqëri për të ngritur mirëqenien gjithpopullore. Sa i përket ku duhet ta dhënë zakatin, ku është më mirë. Më së miri zakatin duhet ta jepet te ai që është më i nevojshëm. Se kategoritë e zakatit ndahen në 8 grupe dhe më mira prej tyre është në atë kohë
të cilat është më e nevojshme për shembull në gjendje lufte, më së miri është më dhënë zakat luftëtarëve, sepse ata janë duke ruajtur, domethënë atë popull. Në kohë mirëqenie, kur ka varfëri, mund të jepet të skamnorët, mund të jepet edhe për shembull në rastin e kohës sonë që është shumë vështirë me dhënë donacione në çështje humanitare, vepra islame si ndërtimi i xhamijave apo kujdesi ndaj jetimëve, është më mirë me dhënë aty. Prandaj le ta sheh personi ku domethënë është nevoja më e madhe, aty le ta jep. Duke pas parasysh familjarët. Domethënë duke marrë parasysh gjitha kategoritë, përparësi më të madhe ka familja, sepse nëse jepet zakate tek familjarët, për të cilët nuk është i obliguar të kujdeset për ta, domethënë jashtë fëmijëve dhe prindërve, domethënë vëllezërit, hallat, dajat, tezët rreth familjar, edhe pak më i gjerë, tu jepet atyre zakati, tu lahen atyre borxhet dhe tu ndihmohet atyre në ndërtim të shtëpisë apo çfarëdo nevojë që kanë, është më e vlefshme sepse me këtë rast është edhe dhënia e zakatit, edhe lidhje farefisnore, dy gjëra këto për të cilat ka shpërblime shumë të mëdha tek Allahu i Madhëruar. Po tani kemi një telefonat që pret në linjë, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë cila është pyetja juaj? Për cilës mosh me agjëru? E qartë është pyetja juaj, faleminderit që na telefonuat. Atëherë hoj, e cilës mosh? Fetarisht si obligim, si dispozit e shariatit në fenë e Allahut të Madhëruar, agjerimi dhe çdo obligim fetar është i lidhur drejt për drejti me moshën madhore, moshën e pjekurisë, që i thonë në gjuhën popullore byliku. Saksisht mosha, domethënë me vite, kur është mosha e pjekurisë, kjo dallon prej anës fizionomike të personave të ndryshme, varësisht prej rajoneve ku jetojnë, viset malore me viset e rrafshta, kohët e nxehta me kohët e ftohta, dallojnë. Por zakonisht, domethënë si mesatare mund të jetë mosha 12-13 vjeçare ose 15 për mashkuj, ndërsa zakonisht ndodh që femrat të hyjnë në moshën madhore në moshë më të hershme, diku në moshën 10 apo 19 vjeçare. Po, kalojmë tani tek një pyetje tjetër që thot sa është numri i taravive, sa recate duhet të falen? Namazi taravis është një namaz vullnetar i cili falet zakonisht në muajin Ramazan pas namazit të yatsis. Ndërsa sa i përket numrit të rekateve të namazit taravis, është më e preferuar të praktikohet suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që Muhamedi alayhi salatu wasallam i ka falur 8 rekate taravi. Edhe pastaj e ka falur vitrin. Mirpo praktika e dietarëve të hershëm dhe gjeneratave të hershme ka qenë se nuk janë kufizuar në këtë numër. Disa kanë falur 36, disa 20, që do të thotë se namazi nafile nuk ka një numër të caktuar. Dhe forma se si të falet nga 4 rekate apo nga 2, gjithashtu edhe kjo nuk është dhe një problematik që duhet t'i kushtoj kujdes të madh namaz falësi. Më mirë është të falen 2 nga 2. Mirë po ndodh që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ndonjëherë ka fal namazin e vitrit 5 rekate, 7 rekate, 9 rekate pa ndërprerje. Domethënë namaz të lidhur. Andaj edhe nëse falin 8 rekate, 10 rekate, 20 rekate pa ndërprerje, pa dhënë selam, nuk prish punë, namazi është në rregull. Po, pranojmë një telefonat tjetër tani. Përshëndetje. Alo, telefonata. Selam aleikum. Aleikum selam. Unë jam një motër muslimane. Po. Kam probleme me gozna gjatë namazit, po du me ditë është përgjigjen e hoxhës. Dhe gjatë namazit kam probleme. Me çfarë keni probleme? Me gozna, kam shumë gozna, shtët edhe kam probleme, aty më në tregu shtët qartë. Po, është e qartë pyetja juaj, atëherë hoxh do t'i përgjigjeni telefonat? Po, përgjigjemi direkt. Allahu ta pranoft namazin, motër e nderuar, ndërsa problemi i gazrave, dietarët e kanë trajtuar këtë çështje duke theksuar se çështja e gazrave, domethënë në brendësi të trupit nuk shkakton kurrfar problemi në namaz. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë problematikë ka shtjelluar shumë herët kur ju ka thënë shokëve të tij, të cilët janë ankuar për të njëjtën gjë, duke thënë se ja Rasulullah ne vrejmë diçka në trupin ton, në çështjen e gazrave. A ta prishim namazin, a duhet të marrim abdes apo si të veprojmë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, vazhdoni në namaz, qëndroni, domethënë mos e prishni përderisa nuk dëgjoni erë apo zë.
Domethënë këto janë dy sinjale të cilat tregojnë se ato gazra janë liruar dhe është prish, domethënë abdesi automatikisht edhe namazi. Përderisa zëri nuk dëgjohet jashtë apo era nuk dëgjohet, atëherë ai që rregullim, domethënë në organizëm brenda trupit apo nëse ndjen sigur ka ndonjë lëvizje në anën e pasme, nuk duhet ta pengojnë nga namazi sepse kjo është çytje e shejtanit. Po, kalojmë pranojnë një telefonat tjetër, përshëndetje. Si duket kjo telefonat dështoj, si të qoftë ne presim një telefonat tjetër. Po, përshëndetje, largoni nga televizori fillimisht, i lutem. Po, dëgjoni shumë dobët. Desha me pytë se Po? Jasini mësë shumë të të nuk për të tilkër. A ka vlerë ma shumë me shumë për të gjallë apo për të tilkër? E keni fjallën për Jasinin? Po. Faleminderit. Isha të përgjigje. Është e qartë. Faleminderit që na telefonuat. Atëherë hoxh, ishte pyetja, është më mirë të lexojmë Yasin për të gjallët apo për të vdekurit? Po, sigurisht Jasini është një prej sureve madhështore të Kuranit familjart, që tradicionalisht tek ne lexojmë për të vdekurit, që është një prej gabimeve të mëdha për arsye se si krejt Kurani që është udhëzues për të gjallët, për të vepruar me të, ashtu edhe surja Yasin. Madje vetë në surën Yasin theksohet se Kurani është për të gjallët, që do thotë se leximi për të gjallët, kur themi për të gjallët, nuk do thotë ta lexojmë për dikë tjetër, por ta lexojmë vetë dhe të punojmë me të, ta studiojmë atë, të marrim mësime nga ato ajete të Allahut të Madhëruar, sidomos këtë muaj të shenjtë, muaj të Ramazanit, ta lexojmë, madje ta lexojmë edhe në gjuhën shqipe. Shumë është e rëndësishme të lexojmë surën Yasin në gjuhën shqipe, të shohim çfarë mrekullira Allahu subhanahu wa taala na ka treguar në këtë surë madhështore. Po edhe në sure tjera, që do thotë se të jemi të kujdesshëm ta lexojmë surën Yasin dhe sure tjera ne vetë për vetveten tonë, duke shpresuar shpërblimin tek Allah, po edhe të lexojmë edhe në gjuhën shqipe atë sa mundim nga suret e Kuranit që të mësojmë nga mësimet që dalin nga ato sure. Po, telefonata e radhës, pranojmë një telefonat. Përshëndetje. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Aleikum salam. Ju përshëndesim juve dhe hoxhët. Faleminderit, edhe ne ju përshëndesim juve. Cila është pyetja juaj? Desha me bëni një pyetje. Patjetër. Ne që shkojmë u fal namaz, ta marr parasysh. Shejtani a është në xhami brenda? E qartë është pyetja juaj, faleminderit. Atëherë hoxh thotë është shejtani brenda xhamisë. Po. Na që shkojmë me fal namaz, do më thonë shkojmë për ta kryer obligimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe duhet të jemi të kujdesshëm që në xhami të sillemi ashtu siç na ka porositur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sidomos kur falim namazin farz, të rreshtojmë safa, të lidhemi njëri me tjetrin, sepse aty hyn shejtani. Kur themi aty hyn shejtani, do më thonë në ndarjen e safave, pse ajo është xhami, nuk do më thonë që nuk mund të hyjë shejtani, sepse ne secili prej neve kemi nga një xhin i cili është shejtan dhe i cili na shoqëron dhe vazhdimisht na cyt për të bërë vepra të këqija. Por ata ndodh që edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kur dikush prej juve është në namaz, ajo mund të jetë edhe në xhami, dhe ka cytje të shejtanit, le të pshtyjë në anën e majt dhe le të thotë a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sepse ai është një shejtan i cili don ta cyt besimtarin në namaz. Pra, shejtani mund të hyjë në xhami dhe mund ta na çojë vese dhe mund të na largojë mendjen nga namazi dhe kjo nuk është ndonjë problematik. Ne duhet të jemi ata që e largojmë shejtanin me përqendrimin ton, për kujdesin ton ndaj namazit. Atëherë ne mirëpresim telefonatën e radhës. Përshëndetje. Alo? Po, përshëndetje. Mirdita. Mirdita. Unë jam një femën muslimane. Po. Du me dit, jam e smundje sheqerit, du me dit a është obligim me ninu Ramazanin ajo. Edhe jam me terapi. Po, jeni me terapi. Faleminderit që na telefonuat, ndërsa tani do t'ju japim përgjigjen. Ditën e mirë. Hoxh. Allahu i madhëruar kur ka bërë obligim agjerimin për besimtarët, e ka bërë obligim për ata që janë të shëndosh dhe mund të përballojnë. Agjerimi nuk është çështje e lehtë, dhe duke qenë se është i tillë, Allahu i ka amnestuar ata që nuk kanë, domethënë shëndeti i tyre nuk e përballon agjerimin. Prej tyre është edhe kjo sëmundja, domethënë e sheqerit, ku një besimtar i cili ka
këtë sëmundje dhe nuk mund ta përballoj agjerimin, ose agjerimi i shkakton dhimbje dhe sëmundjen ja rëndon, sidomos kur është me ndonjë terapi që është strikte dhe duhet të përmbahet, personi i tillë nuk e ka obligim agjerimin. Madje jo që nuk e ka obligim agjerimin, por e ka obligim mos agjerimin, sepse Allahu i madhruar thot në Kur'an: "Wala taqtulu anfusakum", mos e mbytni veten tuaj. Duke qenë se shëndeti nuk mund ta përballojë agjerimin, Allahu i madhruar na ka lejuar neve që atë ditë të mos agjerojmë. Nëse Allahu don shëndeti të kthehet, atë ditë e kompenzojmë për çdo ditë që e kemi ngrënë. Po ju urojmë shëndet kësaj shikuese, ndërsa pranojmë një telefonat tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje, selam aleikum. Aleikum selam. Allah ju shpërbleft për punën që po e bëni, edhe deshta me pyet hoxhen. Unë namazin elhamdulillah fali, po që 3 vjet jam mësuar me lexu Kur'anin arabisht. Po. E tash po më interesan cila sura është më vlefshme më mësu për mensh, hama, çka duhet. Na kanë thonë surën Mulk me lexu çdo natë. Isha dashur një ditë që çka më mësu për mensh më tepër. Po kupton. Shumë është e qartë pyetja juaj. Faleminderit që na telefonuat. Hajde, selam aleikum. Aleikum selam. Kalofshi bukur. Atëherë hoxh, Allah shpërbleft këtë morë të nderuar që ka filluar namazin më herët dhe përveç kësaj ka mësuar edhe Kur'anin, leximin e Kur'anit, ku do të ishte një rast i mirë për të këshilluar gjithë motrat dhe vëllezërit që kanë filluar namaz, të jenë të kujdesshëm edhe për mësimin e Kur'anit, sepse Kur'ani është temeli, baza e namazit. Namaz pa Kur'an nuk ka, që është leximi i Fatihas. Sepse ne shohim shumë vëllezër që ndoshta kalojnë vite të gjata në namaz, ndërsa leximin e Kur'anit e konsiderojnë si diçka dytësore. Ndërsa mund të jetë namazi i tyre i mangët përderisa ata nuk e lexojnë Kur'anin me rrjedhshmëri. Sa i përket cilat sure ti mësoj, domethënë e përmendi shumë bukur suratul Mulk ashtu siç është këshilluar apo ka lexuar dikon. Po ashtu domethënë e rëndësishme është mësimi i Ajetul Kursi, domethënë që i thojmë të Sbidovës, sepse është ajeti më i vlefshëm i Kur'anit. Gjithashtu është mirë që të mësoj edhe 2 ajetet e fundit të surës El-Baqara, sepse këto i kanë zbrit pejgamberit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe domethënë leximi i tyre është i veçantë dhe ka shpërblime të mëdha. Dhe suret zakonisht le të kujdeset për suret e fundit, me që ato i ndihmojnë edhe në namaz, që edhe nëse don të falë në namaz natës, mund ato që ti lexoj më lehtë sesa suret e gjata, për arsye se ndoshta mund të ketë panjohuri ku të ndalë dhe ku të filloj, ndërsa me suret e shkurta fillimi dhe përfundimi është më i lehtë që i ndihmojnë edhe për namaz të më të thjeshtë. Po të shohim pyetjen e radhës që na vjen nga telefonata e radhës. Përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum selam. Allah i shohën e pranon ndihmimin edhe ju dhe këta. Amin, faleminderit. Ndoshta më se marrë po vetëm i kam 2 pyetje shkurtra. A lejohet leximi i Kuranit me pantolla shkurta është fjala për një gojë? Edhe nëse lexohet shqip pa pranohet si arte. Faleminderit për ushqimin. Gjithashtu edhe ne ju falenderojmë që na telefonuat. Vazhdojmë hoxh, pyetja ishte pra a lejohet leximi i Kuranit me pantolla të shkurt, pra mbi gjojnë, dhe tjetra ishte nëse lexohet shqip a konsiderohet si hatme. Sa i përket veshjes dhe kufive të cilat duhet të ketë veshja të caktuara fetarisht, është fjala për namaz. Domethënë për namaz duhet që veshja të jetë komplete. Ndërsa sa i përket leximit të Kuranit, nëse lexohet ajo me pantolla mbi gjunjë apo edhe për gratë nëse janë pa shami, nuk ka problem. Por do të ishte më mirë që ai leximi i Kuranit të jetë me abdes, të jetë në formë të veshjes më të bukur, të jetë i kthyer ka kibleja. Këto domethënë e shtojnë për kushtimin në lexim të Kuranit, mirë po, nëse ai lexohet në çfarëdo forme të uljes apo të veshjes, domethënë në gjendje normale, nuk prish punë. Ndërsa a pranohet si hatme leximi i Kuranit në gjuhën shqipe? Jo, nuk pranohet si hatme, për arsye se shkronjat arabe, për cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se për secilën shkronjë ka shpërblim, ato nuk kompenzohen në gjuhën shqipe si hatme. Mirë po, leximi i Kuranit në gjuhën shqipe, një besimtar i cili lexon Kur'anin në gjuhën shqipe dhe nga i lexim përfiton dhe mund të bëhet praktikues i denj i fesë, i namazit dhe i obligimeve të tjera, ndoshta mund të arrijë shumë shpërblime më të mëdha se ai që e lexon hatmen dhe nuk kupton asgjë.
duke mos e anashkaluar rëndësinë e leximit edhe pa kuptim, sepse vetë Kur'ani është fjala e Allahut, leximi i tij, edhe nëse nuk e kuptojmë ka shpërblimin dhe dobinë e tij. Por leximi në gjuhën shqipe gjithashtu e ka vlerën dhe rëndësinë e madhe, për arsye se ky Kur'an ka zbritur që na ta lexojmë dhe ta kuptojmë atë. Po, pranojmë një telefonat tjetër, përshëndetje. Si duket dështoj këtë telefonat, atëherë hoqë t'i japim pak përparësi edhe pyetjeve që kanë ardhur me SMS. Sigurisht. Thotë ku qëndron argumenti që lutjet në kohën e iftarit janë të pranuara? Argumenti është në hadithin të cilën është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që e cekëm në fillim të emisionet, se 3 personave Allah subhanahu wa taala nuk ja refuzon lutjen. Prindit që lutet për fëmijën e tij, agjeruesit i cili është në agjerim dhe udhëtarit i cili është në udhëtim. Që do të thotë se ai i cili është në agjerim shpresohet te Allah që t'i pranohet lutja. Kësaj i shtohet koha e iftarit, që është koha e përfundimit të ditës, sidomos nëse është edhe ditë e xuma, për arsye se prej kohëve që përmendet pranimi i lutjes, është edhe përfundimi i ditës në kohën e xuma. Kur i lidhet kësaj agjerimi, i lidhet koha e iftarit, përfundimi i ditës, është moment më me shpresë që pranohet lutja tek Allahu i Madhëruar, për arsye se është përfundimi një dite me një adhurim, me një ibadet, ku pas veprave të mira shpresohet që më tepër të pranohet lutja. Po, një telefonat tjetër kemi në linjë, e pranojmë, përshëndetje. Alo, mirëdita. Mirëdita. A ka mundësi një pyetje hoxhës? Pa tjetër, urnoni. Kam linë që 4 muaj dhe kam fëmijë në gjia, kam obligim në gjinu. Është i qartë pyetja juaj. Faleminderit që na telefonuat. Ditën e mirë. Pra hoxha kuptuat. Sa i përket grave të cilat kanë lindur fëmijë dhe kanë kohën e gjithëndjes në këtë muaj të shenjtë, agjerimi i tyre nuk është obligim. Përveç nëse një grua është e shëndosh dhe fëmija i saj gjithashtu është i shëndosh dhe koha e agjerimit nuk e ndal gjirin e nënës, domethënë gruaja ka gjë të mjaftueshëm dhe po ashtu nuk e lodh domethënë agjerimi, sepse domethënë ushqimi i nënës ndahet në 2 pjesë për veten, trupin e saj dhe shkon tek qumshti për fëmijën. Nëse vren që ka forcë, le të agjeroj sepse këto ditë është më vështirë t'i kompenzoj më vonë. Mirë po nëse gjen vështirësi, fëmia ka nevojë për qumsht më tepër dhe nëna ndjen lodhje, agjerimi nuk është obligim. Pra lejohet që të haj. Po. Duke kompenzuar atë më vonë kur është më e lirë. Po, pranojmë telefonata në radhës, përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum salam. Mund të më thani disa fjalë për të zotin e shtëpisë, agjeron, por gruat të fëmijëve ju bën shumë probleme. Dhe në kohën e iftarit kur tulesh të mallkon që behani atë bokë, ta mallkon iftarin. Është e qartë pyetja juaj. Faleminderit që na telefonuat. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Po cili është komenti juaj në këtë rast? Ky në realitet është një problem domethënë i pranishëm në disa prej familjeve tona që ata kryefamiljarët agjerimi i shkakton problemet. Që në realitet agjerimi nuk duhet i shkaktoj problemin, por ata vetvetes ja kanë bërë. Dhe saqë aq shumë është përhapur te ne, mos më fal se jam agjerueshëm. Po përkundrazi ti kur je agjerueshëm duhet të jesh më durimtar, je më gjak ftoft. Domethënë vetë organizmi është në përputhshmëri me qetësinë. Që duke shtuar kësaj që ti agjerimin je duke bërë për Allahun. Nuk kërkush me zor nuk është do të shti. As nuk je duke bërë për dikë. Pse atëherë të bësh konflikte, të nervozohesh? Pastaj ti je duke agjeru, ndërsa familja është duke përgatitur ushqim, edhe ata janë agjerueshëm, ata kanë lodhje, kanë mundime. A nuk duhet në respekt për ta që ato ushqim që e hanë në vend se të përbuzësh, ta falenderosh edhe t'i urosh ata që ajo sofër e iftarit të ketë harmoni, të ketë bereqet dhe të arrihet ajo kënaqësia dhe gëzimi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka premtuar. Andaj këshilla ime është për këtë person dhe të tillët si ai që të vinë vetes mas. Domethënë le të mendojnë se për çka po agjerojnë. Mos t'ju shkojë agjerimi tyre kot. Domethënë se Allah nuk ka nevojë për urinë dhe etjen e askujt. Mos u lodh për etje dhe uri, por të jesh i kujdesshëm. Domethënë nëse e shet që ka ndonjë konflikt, dikush para teje të nervozon, ndroje vendin, shkon në dhomën tjetër derisa të vjen koha e iftarit, apo bën një veprim me të cilën do të thonë je më i qetë, që bile kur vjen koha e iftarit të jesh i qetë, të ketë harmoninë atë familje
dhe të zbres bereqeti Allahut. Po, pranojmë tani një telefonat tjetër, përshëndetje. Përshëndetje. Po, cila është pyetje? Për Hoxhën. Po, patjetër. Kam dëgjuar që Kurani po shtypet në disa mënyra. Dhe po bëhen shumë aniverzime me Kuranin. Për shembull, nëse ata që nuk e lexojnë Kuranin dhe nuk besojnë në Kuran, janë duhet zhdukën, duhet ju pritet koka e shumë se në tjera i kam lexuar dikon. Po. A janë edhe ata njerëz që i ka folë Zoti apo veç ata që besojnë në Kuran? Është e qartë pyetja juaj, atëherë Hoxhë, cili do të ishte komenti për këtë çështje? Sigurisht Kurani i Allahut është një fjalë e tij që është zbritur para 14 shekujve dhe nuk ka asnjë shkronjë ndryshim deri në kohët e sotme. Megjithëse ka pasur, domethënë, tendenca për ndryshime, por sot fëmiu dhe plaku e kanë atë në gjoksin e tij. Domethënë, çfarëdo ndryshimi që mund të dikush të dëshirojë ta bëj, domethënë fëmiu mund të t'ja gjej gabimet. Ajo që theksuat se Kurani thekson se ata që nuk besojnë duhet të prehet koka dhe se Zoti ai ka krijuar njerëzit. S'ka dyshim që Allahu i ka krijuar të gjithë njerëzit dhe i ka lënë të lirë ata të besojnë apo të mohojnë. Allahu neve na ka dërguar Kur'anin që ne ta besojmë dhe ta praktikojmë atë. Sigurisht. Sa duhet të vriten ata që nuk besojnë, nuk është kjo në formë kështu të përgjithshme. Duhet lexohet Kur'ani si tërësi, sepse temat në Kur'an nuk janë të përfshira në një vend. Domethënë Kur'ani ka zbritur gjatë kohës 23 vjeçare. Dhe her pas here temat kanë ndryshuar dhe radhitja ajeteve në Kur'an nuk janë, domethënë, ashtu sipas zbritjes, por janë ashtu sipas porosisë së pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Që do të thotë se ndonjëherë lexojmë ndonjë ajet që përmban një temë, e cila temë është e lidhur ngushtë me një ajet tjetër në një sure tjetër. Andaj nuk duhet të nxitojmë të gjykojmë për fjalët e Allahut se kanë, domethënë, përmbajtje ekstreme apo domethënë aty ka gjakderdhje, vrasje. Duhet shikohet situata dhe përmbajtja ajeteve para dhe pas, gjendja për cilët flitet, dallon gjendja e luftës. Na nuk mund të themi në luftë duhet shkojmë dhe të bëjmë, domethënë, të dëfremi. Lufta është për vrasje. Paqja është për paqë, për mirëqenie. Dhe në Kur'an gjitha janë të definuara shumë qartë. Gjendja e luftës, rregullat e luftës, rregullat e robërve të luftës, rregullat e paqes, rregullat e marrëveshjes, rregullat e mirëqenies, gjitha janë të definuara shumë të qarta në librin e Allahut. Po, të shojmë se çfarë thot telefonata e radhës. Përshëndetje. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Një pyetje dashta më po. Po. Jam tek në Kur'an, Kur'ani nuk di kështu me lexuar veç kur vallahin tek në Soran ai ka Kur'ani, apo? Edhe një herë është e qartë Hoxhë për ju? Nuk është e qartë pyetje. Nuk di kështu me lexuar atë, veç kur vallahin e di, e tek në Soran ai ka Kur'ani, ka çfarë tek në kur vallahin. Është e qartë, është e qartë. Është e qartë pyetja juaj, tani Hoxha do e trajtoj. Hoxha, keni qartë. Po, është e qartë pyetja, vetëm do të ndërlidhesh edhe pak më herët për atë zonjë që pyetje për ajetin e Kuranit. Do ta këshillu që të lexoj edhe pak, domethënë, më para apo më mbrapa ajetet e Kuranit, se nëse ajo ka vërejtur dikun se në Kur'an Allahu ka treguar se duhet të vriten jo besimtarët. Le ta lexoj edhe ajetin tjetër ku Allahu thot: ai i cili vret një njeri është sikur se ta ketë mbytur gjithë botën, dhe ai i cili ngjall një njeri, domethënë i jep jetë, i mundson, i ndihmon, është sikur ta ketë ngjallur tërë jetën. Andaj, domethënë, ajetet e Kuranit duhet të mësohen, të lexohen duke qenë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Sa i përket leximit të surës El-Ikhlas, Kul huwallahut, duke përcjellur atë me çdo rresht të Kuranit, kjo formë nuk është praktike pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Që domethënë nëse mendojmë se duhet ta bëjmë hat me ata. Ajo unë kisha porositur që le ta lexoj surën Fatiha sa herë që ka kohë të lirë dhe sa herë që mundet duke shpresuar shpërblimin e Allahut. Ndërsa ta llogarit atë për çdo rresht, nuk mund të themi se i llogaritet hatme, sepse së pari surja Kul huwallahut ka 2 rreshta. Domethënë ajo lexon për çdo rresht nga 2 rreshta. Dhe secilin rresht shkronjat kanë dallim. Domethënë llogaria nëse e marrim shkronjë për shkronjë, nuk mund të themi se është hatme. Mirë po themi se e ka shpërblimin e Allahut për çdo herë që e lexon suratul Ikhlas, Kul huwallahun,
Këtu kisha me cek na falin domethënë dëgjuesit një rast shumë interesant që kam dëgjuar gjatë kohës së komunizmit në Republikat e Rusisë dhe me zhdukjen domethënë humbjen e gjuhës arabe që ka qenë gjuha e leximit tek popujt e mëhershëm sikur që ka qenë edhe tek ne dhe analfabetizmin e njerëzve dhe imponimin e tyre saqë njerëzit u kanë harru shkronjat e Kuranit. Dhe komunizmi aq ka qenë i rrept saqë domethënë ku është gjetër ndonjë mushaf është marrë dhe është digj. Tregohet se në një prej fshatrave të domethënë andaj viseve të republikave të Rusisë, tregohet se një fshat e kanë pasur vetëm një kopje të Kuranit. Dhe ata nuk kanë ditë me lexu Kuranin. Mirë po e kanë rujt atë kopje çdo natë nga një familje. Dhe çfarë kanë bërë? Secili që e ka marrë atë Kur'an, e ka marrë dhe e ka hap Kur'anin dhe me gishtin e tij e ka përshkruar çdo rresht të Kur'anit derisa ka arrit në fund të Kur'anit, duke shpresuar se Allahu subhanahu wa taala, edhe pse nuk din me lexu, po me shikimin e tyre të këtyre shkronja Allah do t'ia llogarit si hatme për shkak domethënë gjendjes së rëndë që e kanë pas. A ne falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që jemi në një kohë lirie. Mundësi kemi, edhe mundësi teknologjike, lehtësime, domethënë rinia kanë filluar me lexu Kur'an, s'është patjetër me shku në xhami, mund ta gjej një shoqe apo një shok, një vëlla musliman, le të japin rëndësi leximit të Kur'anit. S'ka nevojë më u lodh me lexu kulhullahun për çdo rresht. Për një javë, 2 javë ditë mund ta mësoj Kur'anin dhe me lexu me bahat në gjendje normale. Gjithsesi pranojmë edhe telefonatën e fundit për sot. Përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum selam. Basta një pyetje hudis më vonë. Patjetër. Dhe sa me vetë nuk është diska lidhje me Ramazan, po është pjesë Ramazanit. Dhe sa me vetë, çka du të me vetë për unë, nëse që burit, nëse që burit që të krajë të shpit. Dhe me thonë të pas për arsysh të e kom një kahin, e kom një Kur'an, po jetë e të nona, a jetë në shpit vetë. Na falni, po dëgjoni shumë dobët dhe nuk po e kuptojmë çështjen që ju po e trajtoni. Nëse ka mundësi edhe njerë? Unë nuk kam punor. Po, unë kam punor, po jetoj të mama, burë e të në shpit vetë. Edhe jam shku, dhe më thonë të burë në ndaj, edhe ndërko që njën të ndorë një zënë të vogël, a në ka ka për të rajti, të hara dhe më ka si të thonë hajde në që të mama jote. Ashtë unë të veti hodin, qëka du të me vetëron të krasë? A jam o gruja si, a nuk du të me thonë? Paka shumë është e qartë, hoqë? Po, është e qartë, me në vërtet kjo është një problematik personale që në realitet nuk mund të japim përgjigje në emision, për arsye se duhet të shtjellohet biseda më tepër. Po, kemi vetëm edhe 2 minuta që sa do pak. Dhe më thonë, duhet me marrë në pyetje burrin dhe gruan, fjalë të cilat i kanë përdor. Do më thonë, nuk mund të japim përgjigjen për emisionet a ka qenë ajo shkurorëzim apo jo, se varet edhe prej qëllimit burrit. Ndoshta burri e ka bërë atë vetëm për shkak të hidhrimit, jo që dën ta ketë ndarjen, domethënë në formë edukimi apo diçka tjetër. Kështu që thjesht nuk mund të jap përgjigje se a është ndarje apo jo. Mirë është që të konsultosh me një hoxh në formë direkte, që t'ia shpjegosh rastin më detajisht, së bashku edhe me burrin që të bëhet pyetja të dy palëve rreth domethënë fjalëve që kanë përdorur për çështjen e gjatë zënkave apo edhe ndarjes. Atëherë hoxh, ne falenderojmë që na shoqëruat edhe sot dhe u dhat përgjigje shikuesve tanë. Faleminderit edhe juve dhe gjithë dëgjuesit dhe shikuesit që na kanë përcjellë në këtë emision. Ju dëshiroj një iftar të këndshëm. Allahu ja pranoft agjërimin. Amin. Mirë të nderuar, këtu po ndahemi për të lënë radhën takimeve tona të tjera, ndërsa ju mos harroni shoqëroheni edhe më tej me programet e PIS TV-s. Edhe ne ju dëshirojmë një iftar të këndshëm dhe agjërim të pranuar. Deri në takimin e radhës, selamu alaikum. Oh